Familja e Laertit kundër Valbonës. Ja çfarë thon pas prajmit. Laert Vasili dhe Valbona Mhilli duket se kanë ndarë rrugët përfundimisht pas prajmit të fundit. Dy shqet cile ishin në nominim kokë më kokë, që të shohë edhe në eliminimin e Valbonës si dhe prishën përfundimtare të çiftit, kaluan edhe linja të kuqe. Kjo pasi edhe në prajm u shfaqën video ku Valbona i kishte përmendur edhe babain e ndjer Laertit, teksa ky i fundit është acaruar shumë. E duket se jo vetëm Laerti, por edhe familja jashtë Laertit ka qenë kundra kësaj sjellje të Valbonës, teksa janë shprehur me një postim në Instagram ku shkruaj: "Po, jemi krenar gjithmonë me ty Laert, jeni në një lojë ku çdo kush ka hyrë vetëm me qëllim të caktuar. Ndjehemi të prekur kur na përmendën të gjallët të vdekur. Ju lutem të tregoni kujdes me fjalët që rëndojnë e lëndojnë, familja." Shkruhet në postim, teksa pas daljes së Valbonës si dhe kërcënimeve në faqen zyrtare të Laertit, familja ka postuar dhe një Insta story duke mbrojtur vendimin e Laertit e duke shkruar: "E mbajta pranë edhe kur më shiste, e mbrojta edhe kur më tradhonte, qeshte për qafte me armiqtë e mi kur më shite, që bësha gjang nga sulmet e tyre, dhe në fund kur vendos ta lë, u quajta unë i pabesi." Kanë shkruar ata. Duket se ndryshe ka menduar Jul Deda, i cili në një Insta story për këtë situatë shën ndryshe, teksa është pro Valbonës duke shkruar: "Pra nuk pas ka qenë vetëm presioni i banorëve të tjerë, por Laerti e pas ka besuar edhe vetë se e pas ka sjell Valbonën deri këtu. Bravo Valbona, që në momentin që Laerti thotë pranova sfidën e vllait të madh, ai po mundohet të bëj hile duke ja faturuar këtë ndarje vllait të madh, kur në fakt vllai i madh nuk e sfidoi fare Laertin, përkundrazi la në dorë dy opsione ku ishte Laerti, që duke aktruar keq zgjodhi variantin që deshi." Ishte komenti i Julit kundra tij.